Përshëndetje, unë jam Klotilda Harka, jemi këtu në faqen e revistës Story për të bërë një intervistë me Eni Sheon, po ju direkt prezantimin doja bëj kur ta kem Enin përballë për shkrimin, ajo hyrja, portretizimin më saktë. Unë jam Klotilda Harka. Hyra direkt. Përshëndetje. Mi broma. Duhet ta them patjetër ku jam. O, sa qeshe. Ke filluar, domethënë je bërë instruktor, palestra, apo je bërë biznesmen? Është biznesi yt ai? Në fakt, jo, nuk është biznesi im absolutisht, po është një bashkëpunëtor shumë i mirë edhe një partner shumë i mirë i projekteve të mia, Muscle Gain, dhe prandaj zgjodha që ta bëjmë këtu këtë. Në fakt ishim në një takim përpara, duke qenë se gjithë projekti im i ri gjithashtu përfshihet edhe nga Muscle Gain, kështu që edhe më pëlqeu ndriçimi këtu, si duket, nuk e di, pyesim po që po na ndjek. Edhe unë ndaj vonova të më bëhesh pak me ndriçim. Edhe e di se do ta bëja prezantimin që është një djalë që i shkojnë kostumet aq shumë sa nuk e imagjinoni dot. Si ka mundësi të shkojnë kostumet aq shumë? Mbase nga që e vesh njërë në vit kostumin edhe duket wow, se gjithë vitin kudo ndalet e mia në përditshmëri patjetër, po jam sportiv. Edhe kur vesh kostumin duket një lloj ndryshimi, një lloj kontrasti, edhe mbase prandaj njerëzve i bëj përshtypje. Por faleminderit për komplimentin. Jo, vërtet, mua, sidomos tek një foto e fundit me Jessica Berberin, dukeshit një çift perfekt. Ishte vërtet shumë Jessica është një vajzë shumë e bukur, edhe ndoshta ka marrë nga jeshia e saj, ka bërë ajo atë reflektimin e saj. Edhe të mund që duke një bukur të dy. Mund të ketë marrë edhe ajo nga ty, pse? Në fakt, çfarë komentesh merr në përgjithësi jeni? Në përgjithësi marr komente të mira. Njerëzit, të paktën ata që më ndjekin, e dinë se çfarë gjejnë, pak a shumë stilin tim, atë që reklamojnë në rrjetet sociale, atë që shfaq, pra. Edhe besoj se ndjekin vetëm për atë gjë, për pak nga çmime, pak nga të gjitha. Mundohem të jap më të mirën e asaj jetesës time, edhe të frymëzoj edhe njerëzit, se jo. Po ka pasur edhe momente që ndoshta ka pasur kritika, ndoshta nuk e kam kuptuar tamam, sepse unë preferoj edhe me ato përshkrimet të provokojnë ndonjëherë. Ka pas keq kuptime. Megjithatë, nuk e vras shumë mendjen për këtë pjesë. Patjetër që rrjetet sociale janë të rëndësishme, po jo deri në atë pikë sa të më influencojnë. Po. Sapo ke dal nga një eksperiencë që aty e takove dhe Jessica Berberi, nuk e di nëse keni miqësi jashtë Miss Universit, jashtë atij eventi. Si ishte të prezantoje, të ishe një ndër prezantuesit e Miss Univers, ku parakalojnë femra të bukura? Ishte fantastike, ishte një eksperiencë që, me thënë drejtën, mua më erdhi propozimi 2-3 ditët e fundit, edhe ndoshta kështu si aksidentalisht, po themi, deri ditën e fundit po zbuloj një sekret. Kam pasur emrin në skenar me një emër tjetër. Nuk e kishte Eni Çobani. Jo, nuk e kishte Eni Çobani. E ke bërë të historinë. Por çfarë emri? Nuk e marra vesh kurrë, ishte një T aty. Kush mund të ketë qenë se di. Ishte T? Po. Kush mendon të mund të ketë qenë? Do të gjejmë në fund T. Se di, tani nuk mundem ta gjej dot, dhe çfarë ndodhi në 2-3 do e gjej për të gjetur, ë? Po tani çfarë ndodhi 2-3 ditët e fundit më the, apo jo? Po, ishte një telefonat e producentit, e Eduard Dedës, që më bëri këtë propozim, e pranova me shumë kënaqësi, për vetë faktin se skenën në ato përmasa nuk e kam eksploruar dhe eksperimentuar shumë herë, po themi mund të kenë qenë 2-3 herë eksperiencat në skenë, edhe pse jo, ishte kjo kënaqësia e kostumit, më kishte marrë malli të visha kostum. Kush e kishte stiluar atë kostumin, se vërtet? Unë kam gjetur bashkëpunëtorët fantastik për këto dalje dhe nuk i ndahem. Për daljet e mia serioze, klasi, kam gjetur Anila Konomin, bashkëshortin e saj më sakt, Ninin, që e përshëndes, edhe ai është duarart, ai nuk e di, është fantastik.
Fatmirësisht e kam gjetur edhe Në do fakt, bashkëpunojmë gjatë gjithë kohës për këtë gjë. Në fakt kur ishim vitin e kaluar tek festivali, që Mm, ata, ti ata. drejtoje post festivalin dhe unë isha ulur me Anilën në krah dhe ajo do të përshkruan si një djalë perfekt. Nuk e di pse i ke hyrë aq shumë në zemër. Ka ngjitur, ka qenë kimi. Unë s'para kemi këtë kimi me njerëzit që në takimin e parë, po me Nilën ka qenë edhe të dy shumë të sinqert në punët, ajo në punën me saj, unë në kërkesat e mia, sepse thash jam shumë ignorant, po themi nga kostumet, nga kjo bota e skenës, Po. asaj që përfaqëson, po themi, një mashkull klasi. Unë jam shumë sportiv, shumë casual, dhe ja kam lënë komplet në dorë asaj, dhe ndoshta kjo ka ngjitur sinqeriteti im për të përqafuar dhe për të pëlqyer çdo gjë që asaj duke që mua më shkonte. Si një fëmijë jam treguar para asaj dhe vërtet që kam ngjitur. Unë realisht çuditën se si qëndron ti brenda kostumit aq i lëvizur sa je. Si mund të qëndrosh ti? Ja çon kostumet Anilës kur ja kthen. Të shkalafitur apo Të shkalafitura ja çoj vetëm për nga mënyra se si i vendos në makinë, sepse jam shumë i çrregullt nga kjo anë, por ato janë shumë materiale të mira dhe qëndrojnë perfekt, mjafton një kurosje dhe rikthehet si i ri. Po mos harro të kthej përgjigje të kësaj pyetjes që jam shumë i lëvizur. Unë kam mbaruar për aktor dhe në një moment caktuar ditë futem në atë rolin e personit që duhet ri dhe të marrë atë staturën që duhet, atë seriozitetin e nevojshëm. Po, dhe je aktor shumë i talentuar, do ndalojmë pak më vonë tek pjesa e aktrimit, po dua të di dhe diçka në lidhje me femrën. Çfarë preferencash ke ti për femra? Duke qenë se ishe në një garë bukurie, çfarë të tërhoqi më shumë aty? Kur i shikoje tek parakalonin. Ke Në një fakt, ke një imazh femëror që ty vërtet të tërheq, të duket femër fatale në kuptimin e plotë të fjalës. nëse referohemi spektaklit, unë bëra dhe një batut që ndoshta aty nuk u prit mirë në natën finale kur mu desh të jepja top 3-shen. Ishim deri në gjysmë të natës finale, parakalonin bashk vajzat e Shqipërisë dhe të Kosovës, dhe diku nga gjysma e natës ato u ndan. Dhe aty arritëm të bënim këtë dallimin dhe të tregonim se kush ishin të Shqipërisë, kush ishin të Kosovës, dhe për herë të parë, paktën syrin tim, këto të Shqipërisë ishin më të mira se sa të Kosovës, dhe unë nuk munda mos ta thoja këtë. Po nuk është e u prit aq mirë, nuk u mor me sportivitet. Po se ideja e ndarjes. Duan ta bashkojnë Shqipërinë e madhe, ti e ke ndarë prap. Po është më mirë kjo ndarje. Se sa, po pse është më bukur ai skarcimi, ai eliminimi që i bëhet nga 30, hiq 10, hiq 5, edhe ai ndarje. Dhe duke të prerë koka. Ato që janë se ne nuk kemi shans të jemi aty, po domethënë nuk duam. Fix. Cilat pëlqeu nga miset? Nga Kosova më pëlqeu Fitusja, padyshim. Ishte shumë e bukur, ngjante me Gigi Hadid. Unë kam një debulesë për modelet. Ndoshta edhe për shkak të fizionomisë së tyre, më duken shumë perfekt. Paktën tek femra kjo më tërheq me sa duket. Ndërsa nga Shqipëria, patjetër edhe Fitusja, po kisha edhe një vajzë tjetër që ajo më ngjante po me një modele me Kendall Jenner. Ajo doli shoqëruesja e tretë, mos gaboj, ishte një vajzë që jetonte në Itali, edhe ajo ishte shumë e mirë. Po besoj te modelet, ajo që përfaqëson bukuria e thjesht, natyrale. Eni ty të gjuajnë femrat apo i gjuan ti? Ndërsjellët është ajo. Po ty të pëlqen që t'ia varësh atyre që të gjuajnë apo preferon që ti zgjedhësh vetë? Varet nga koha, kur jam i lirshëm edhe gjuaj, kur s'kam kohë lë të më gjuajnë. Gjuajtja për ty është një sport apo je në kërkim të dashurisë? Si tip jam spontan, edhe nuk është se i refuzoj apo i vë synime për të kërkuar. Di që jam akoma i ri për të martuar. Për të bërë dasëm, duhet kalojnë, se thamë, kostumin njerë në vite veshë. Kostumi të shkon njerë, është e sigurt. Po të shohim, asnjëherë mos thuj asnjëherë, si thonë.
Ti do Asnjëherë mos thuaj kurrë. marrësh një nuse si modele apo si e ke këtë se ekziston një kontradikt, po pi proteinën, ë? Po, Ekziston. jo, Mos më thuaj që ti para palestrës apo ke për palestër. jo, në fakt, Me stadion. në fakt është pre-workout që shërben përpara palestrës, Para, edhe po. është amino acid, apo jo? Po, është po, do të marrë në një seancë stërvitore, të bëjmë bashkë stërvit. Okej. Ti je në këtë dilemën se ekziston një dilemë, kam kuptuar tek djemtë, që e duan femrën e bukur, po nuk e duan shumë për nuse, për bashkëshorte. Ti çfarë mendon për këtë? Se unë ta dëgjoj mendimin tënd si avangard që je në mendime, që thua një gjë që i përket së ardhmes, jo të tash. Asnjëherë nuk e di, të thash, nuk bëj plane, jam një person spontan, jam një person që ja lë momentit, edhe ndoshta mund tani besoj ose më shkon në mend që mund të kem humbur edhe në një shans, si dihet. Po për momentin thash jam i fokusuar te karriera, tek projektet e mia që fatmirësisht po marrin një rrugë më serioze, paktën pas shkëputjes nga televizioni, rikthimin me edicionin veror, edhe tashmë me një projekt që duket shumë sfidues, më ka marrë goxha kohë për nga përpunimi, për ta sjellë në atë fazë përfundimtare, koncepti. Pra do të shohim në ekran këtë sezon të ri. Këtë sezon të ri, më në fund, sjell një program që është goxha i impenjativ edhe për realizimin e tij, po edhe kohë televizive është 1 orë e gjysmë. Po. Në fundjavë, edhe duhet gjatë gjithë javës t'jesh të mos ta shkëputush ritmin, t'jesh i kapur, i lidhur me këtë program që ka ardhur në momentin e tij për t'u prezantuar te publiku, edhe kam diskutuar me miq, shok, bashkëpunëtorët e mi, patjetër që me drejtuesit e ABC News, cilët i falenderoj shumë që pranuan edhe që ishin ata që e mbështetën më së shumti këtë projekt të ri. Ka ardhur momenti ta them edhe publikisht, dhe prandaj na tregoni në detaj, çfarë është ky projekt? Në fakt është çfarë formati? Nuk është një format i caktuar. Copëzat të tij mund të jenë parë ose unë i kam eksploruar më përpara në televizion, i kam sjell, pra, por është një format i përmbledhur tashmë dhe i sjell në atë formë të gjithë eksperiencës time pra në media që prej fillimeve 15 vjet të përmbledhura në këtë format të ndarë në 3 segmente. Zhvillohet i gjithi jashtë në terren. Unë kam moshën dhe energjinë e dur për të mos u mbyllur në një studio, nuk më ka pëlqyer kur, jam njeri i lirë, i pasionuar me natyrën, me personat që kanë diçka, një rrëfim shumë të bukur që nuk gjendet kollaj ose nuk është parë në televizion. Është vërtet më ka motivuar dhe frymëzuar shumë, sidomos edhe sepse duhet të them që sapo jam rilidhur me realitetin këtu në Tiranë, isha shkëputur për 3 ditë ande nga Valbona në përmale. Isha shkëputur edhe nga televiziori, edhe nga po. Pse shkove për të pëlqejnë sportet ekstreme apo je natyrë që do ta çlirosh atë energjinë, stresin diku tjetër që nuk është Tirana? Them drejtën, ishte një temë që unë nuk mund ta humbja kurrësi. Ishte një iniciativë private e disa të rive, rreth 20-30 u bën, të cilët për 2 ditë organizuan një aksion pastrimi pas sezonit veror në gjithë luginën e Valbonës. Mendoj që me këtë reportazh do godasi fort, i cili do jetë edhe do të nisi si me thënë këtë sezon të ri të kësaj fashorare 1 orë e gjysmë. Një nga segmentet është në për Shqipëri, është një segment që i dedikohet reportazheve për Shqipërinë, jo vetëm turistike, po që do të ketë tema të ndryshme. Do shkelësh në përvende që ndoshta nuk kanë shkelur shumë njerëz? Kjo është ideja?
Apo? Jo vetëm ajo, gjithkund do shkel ose do rrëfej histori, gjithkund ku ka diçka interesante, ku ka diçka të veçantë, ku si në rastin konkret në Valbon, ishte aksioni i pastrimit të luginës. Rreth 500 tas kanë mbledhur, 500 tas mbeturina, tas nga ata të mëdhenj të zit, kanë mbledhur këta të ri dhe ne i shoqëruam. Më pas, në ditën e tretë ishte një retreat, po themi për këta lloj njerëzish që e kanë stil jetese malin, ngjitja në një maj shumë të lartë, 2550 metra në kollat, që ta dija që ishte aq e vështirë për nivelin tim që kam bërë thjesht 2-3 shtigje, më pëlqen natyrisht aktiviteti fizik, po ato janë shumë profesionale si shtigje, nuk do isha nisur. Po u nisa, e vazhdova dhe nuk mund ta lija në fund në gjysmë të rrugës. Ishte një ngjitje 7 orë në maja dhe në pjerësi shumë të vështira që herë ktheheshin dhe në kacavjerje. Po si përfundim pastaj ajo maja, ai çlirimi ishte fantastik, ishte një emocion i papërshkrueshëm. Mendove ndonjë moment se mund të rrëzohesh edhe mos kishim më Eni, larg qoftë po. Jo, nuk ishte aq e rrezikshme, megjithëse asnjëherë nuk e dihet. Jo, nuk e besova asnjëherë që mund të ndodhte mua. Nuk e besova sepse ishte një grup profesionistësh, kishte një frym motivimi për të gjithë grupin, edhe sigurisht që unë isha i fundit i grupit, prej 17 vetash, ata unë i shifja si miza, dhe unë i ndiqja nga pas, sepse ishte vërtet shumë e vështirë, por ata gjithmonë bënin me turne çdo njeri që rinte dhe më kujdesej për mua, për ritmin tim edhe për ngjitjen time. Ishte vërtet eksperiencë shumë e bukur, me siguri në të ardhmen do kem edhe unë përparimin tim, duke qenë se kjo ishte hera parë në një vështirësi të tillë. Po, me sa e njoh veten, do të kem patjetër një përmirësim, edhe do t'i ndjek kudo të jenë edhe ku do të shkojnë. Kam përshtypjen që mali, deti, çdo lloj hapësire do jetë në agjendën tënde këtë sezon? Do jetë patjetër. Kam disa tema shumë interesante të përcaktuara që tani që vërtet janë shumë frymëzuese. Nëse do të flas për 2 segmentet e tjera, sepse ky ishte një segment i kësaj fashe. Emisionit, si titullohet ky emision? Apo e ke lënë për momentin e fundit? Kam lënë për momentin e fundit, mund të them që nuk është karantinë. Nuk është karantinë. Pavarësisht se xhirohen prezantimet e segmenteve në shtëpinë time, në Papafingo, fantastike, që duket e gjithë Tirana në pëllëm dorës, prap nuk është karantinë. Pas Papafingo. Nuk është karantinë, është jashtë. Edhe dy segmentet e tjera të emisionit? Dy segmentet e tjera, padyshim që kanë lidhje me të jetuarin shëndetshëm, të jetuarit në aktivitet, të lidhur me natyrën, të lidhurin me mirëqenien. Do të jenë specialist, mjek, dietolog, persona që janë të kësaj fushë dhe që sot e kësaj dite njerëzit, pavarësisht se mirëqenia është e kushtueshme, pavarësisht se kjo fushë e jetës ose të përmirësuarit i jetesës tënde kushton dhe ka vërtet duhet kesh një buxhet mirë ta përballosh, kurioziteti nuk mungon dhe patjetër që një nga hapësira do të jetë kjo. Një moment tjetër do të jetë me stërvitjen, prandaj jam edhe këtu te Maselgeni, do të jetë me rutinat ndryshme, me disiplinat ndryshme, me këshilla, me informacione që njerëzit i duan, po vetëm rrjetet sociale në televizion mungojnë, të paktën profesionalisht, sepse kemi parë shpesh që dalin dhe vetëm bëjnë një performancë vizive më shumë se sa japin një informacion të dur. Dhe ndonjëherë dhe informacioni është i gabuar nga ai që dëgjojmë. Kështu që unë do sigurohem që të kem specialistët më të mirë të kësaj fushë dhe të hyjmë bashkë kësaj fushë të jetës që vërtet na intereson dhe duhet për të patur një jetesë sa më të shëndetshme, sa më të mirë. Kurse segmenti i tretë që e kam me shumë qejf i dedikohet kampionëve të ri. Kampionët të cilët janë adoleshentë. Klotilda, me gjithë respektin për punën tonë të ndërsjellë që kemi bërë ndër vite, nuk ka vetëm showbiz, modele showbizi për të rinjt, po ka dhe sportistë. Ka dhe sportistët, sidomos sportistët e sporteve individuale janë fare jashtë vëmendjes. Realisht vetëm futbollistët njihen, ata paguhen, të tjerët janë, ndërkohë që ata janë lojrat olimpike, disiplinat e lojrave olimpike janë shumë të bukura dhe vizualisht për t'i parë. Pa le historitë e këtyre adoleshentëve që janë
sa të vështira, sa frymëzuese, aq edhe me arritje dhe dëshirë për të përfaqësuar edhe qoftë edhe vendin ton, po edhe veten e tyre në këtë sport që duhet të thënë që është edhe vështirë përderisa s'janë masiv, përderisa s'janë aq viziv që të kenë vëmendjen e dur. Ka vërtet histori frymëzuese ky segment. Duhet thënë që janë të gjitha adoleshentët për 20 dhe poshtë që frymëzojnë brezin e ri. Edhe ky është pak a shumë në vija jo shumë të trasha, po s'është karantinë. Vetëm mbaj mend, s'është karantinë. Në rregull. Po kur do filloj që ta them dhe titullin? Besoj nga fundi i tetorit është gati. Do jetë jam shumë entuziast, shumë i frymëzuar. Edhe unë shumë se e meriton të kesh emision tëndin. Arti ku është në këtë emision? Një artist vjen nga Akademia e Arteve. Të them drejtën, po bën një emision për stilin e jetës, apo jo? E vërtet. Arti besoj do ndërturet sepse unë jam vetë producenti këtij emisioni. Që nga gazetaria që ka të bëjë patjetër me pyetjet, po unë qëndroj dhe pas montazhit, qëndroj dhe pas gjithë produksionit. Besoj kjo është lidhja që unë kam bërë mes gazetarisë dhe shkollës që kam mbaruar. Po ndoshta mund të kem ndonjë aktor, ndonjë regjisor për shembull për të na treguar rutinën e tij të stërvitjes o për të na dhënë këshillat e tij. Një 70 vjeçar, kemi goxha aktor që e mbajnë veten. Sigurisht edhe eksakt, atë kisha parasysh, po kemi edhe të tjerë që janë shumë të ri dhe e kanë lënë bazë dore. Me këta nuk do merremi fare se le të merret Zoti me ta. Ne do merrem me ata që e kanë qef edhe duan të jetojnë një jetë shëndetshme dhe duan të kenë prodhim, sepse tek e fundit jeta shëndetshme të jep dhe energji, të jep prodhim. E vërtet. Dhe ti je vetë modeli, shembulli konkret se si mund të jesh edhe të punosh edhe në një botë të televizionit që ka shumë intensitet, po edhe të mbash trupin në formë. Çfarë bën ti për të patur këtë trup? Unë mundohem shumë me të drejtën. Mundohem shumë të kem një jetë sa më larg abuzimit, të paktën kohët e fundit, vitet e fundit, ky ka qenë synimi im. Unë jetoj akoma me familjen edhe ka qenë shumë e lehtë për mua që të paktën ushqimin ta kem sa më natyral, sa më ai që gjendet në tregjet shqiptare normalisht, po te fshatari aty ku është ai prodhimi i tokës origjinal. Pra ushqimi është një faktor shumë i rëndësishëm i dietës time. Patjetër shlodhja, gjumi dhe natyrisht stërvitja. Në palestër mundohem të bëj një stërvitje serioze deri diku, të kem një rutinë sa më aktive. Bicikletën e kam futur që në karantinë, që ditën e parë të karantinës, leva një bicikletë dhe atë 2 orëshin e lejes e shfrytëzoja vetëm për xhiro deri në Kashar dhe kthehesha pavarësisht pasaj se gjeja edhe mënyra tjera për ta thyer karantinën, se jemi dhe gazetar. Paktën këtë e kishim këtë privilegj, vetëm me bicikletë. Sportet tjera pafund, detin, ecjet në natyrë, vrapin, gjithçka që ka të bëjë me aktivitetin. Kjo është ajo që unë rekomandoj. Pastaj jam akoma i ri, nuk besoj se duhet të bëj diçka shumë të domethënë kjo është një stil jetese, është i trashëguar në ndër vite dhe besoj se kjo është më e mira. Edhe suplementet normalisht, amarido natën. Po suplementet, je pro suplementeve, ëh? Jam pro. Ka shumë teori, po edhe unë pro jam realisht. Jam, sepse ne nuk mund t'i marrim të gjitha, të paktën sidomos në kohët moderne, jo çdo prodhim i tokës ta ofron atë mineralin, atë vitaminën që i duhet trupit, dhe ato janë plotësues të atyre nevojave që i duhet një trupi. Më shumë jam tek aminoacide, tek vitamina, tek këto suplemente se sa tek proteina, që edhe ajo shumë e rëndësishme, por duke qenë se ushqehem shumë mirë në shtëpi, nuk e kam aq nevojshme apo nuk bëj një stërvitje shumë të egzageruar. Kur bëj një stërvitje që më harxhon, si thua, shumë kalori, shumë energji, marr padyshim edhe proteina, por më shumë jam tek vitamina, tek mineralet që më duhen.
edhe duan dhe bën shumë mirë. Eni, të kalojmë pak te aktrimi. Domethënë vitet e fundit të kemi parë protagonist të vërtet edhe në aktrim. Një serial, protagonist në një serial dhe aktor protagonist po ashtu në një film që titullohet Ndërkombëtarët. Tek filmi Ndërkombëtarët ke pasur një rol vërtet shumë seksi, mund ta themi. Sidomos kemi bërë një intervistë. Domos ajo mënyra e shkuarjes në krevat ishte një makrë të vërtet. Sa dubla bëre për atë skenë? Në fakt kanë qenë skena që janë xhiruar në fund të xhirimeve. Jo më kot, të paktën mbasi u mbaruan, unë u interesova se nuk më dinte edhe krindi i gazetarit, po pse u bën tani në fund, ndërkohë që në film janë diku nga fillimi. Po si kronologji xhirimi u bën në fund, ditët e fundit është mbyllur me xhirimin me ato për shkak të familiaritetit edhe për shkak të eksplicitetit që kishin si skena dhe normalisht ishin nudo, duhej gjithë stafit të mësojmë njëri tjetrin, të mos kishte si thuash edhe ato ndonjë skenë o siklet të paprogramuar. Kështu që si ishte ai momenti, se jemi kurioz ne që jemi jashtë, që shohim filmin nga ekrani, duam ta dim çfarë ndodh vërtet kur dy njerëz shtrihen në një krevat, futen edhe lakuriç. Po. Po nuk s'është se ka ndonjë gjë shumë. Ka aktorë që thonë që është njëjti pasion si në jetë mbas edhe më shumë, se janë dhe këto emocionet e artistit brenda. Nuk besoj. Patjetër që ai është qëllimi për përjetuar një skenë sa më reale, sa më të ngjashme me jetën tënde, po nuk besoj se është emocion. Kur e pe veten në premier, si të duk? Arritet ta shikoja apo kthej kohën kështu se Jo, arrita ta shikoja, nuk më bën përshtypje, nuk më duket si një person tjetër ai kur shoh, paktën edhe në role. Nuk më duket që jam unë ose kujtoj vetëm xhirimet, po se si ka përfunduar aty në ekran, nuk më duket se më përngjet mua, nuk më duket se më përputhet me mua realisht. Si të zgjodhën pikërisht regjizorët ty për të bërë rolin e një ndërkombëtari dhe kishe studiuar ndonjë karakter konkret? Me thënë drejtën, unë kisha tek ndërkombëtarët, karakteri ishte shumë i ngjashëm me profilin tim si Eni. Ai ishte një djalë që ishte PR-i ose ai që merr marrëdhëniet me publikun e kësaj ambasade, që i futet kërkimeve, nuk lë dy gur bashk kur i thon. Aty kisha rolin e shqiptarit, me thënë drejtën, që demaskon këta ndërkombëtar që janë, si më thënë, shumë të tjetër hiqen dhe tjetër janë, në të vërtet. Tjetër hiqen me shqiptarët, po tjetër janë në të vërtet edhe në lidhje me shtetet e tyre. Nuk e kisha shumë të vështirë të kaloja nga Eni te Roshi në përpunimin ose në procesin e rolit. Po pastaj të thash, në këto skenat e seksit nuk është ndjeja në një gjë personale aty, sepse ato janë pjesë e skenarit, nuk punove fort në palestër për të realizuar. Në fakt, po, sepse ishim në Durrës, ato skena janë bërë në Durrës, unë u karantinova një muaj andej, edhe fillova edhe një palestër atje, që shkoja për ditë. Vetëm padyshim që ka një tjetër imazh, duhet të ketë një aktor, duhet të ketë edhe imazhin e tij të caktuar për të qenë sa më të rreqës në sytë e publikut, që kur të shohin në ekran kinema mos merren si thua me barkun, sa bark pas ka ky aktori, po të merren me performancën, me lojën. Po tek seriali Anabel. Kishe rolin e një? Po, tradhtari. Tradhtari. Si është të jesh tradhtar? Është mirë? Ndjen kënaqësi? Apo ndjen kënaqësi, të paktën
nëse i referohesh rolit dhe qëllimit atij personazhi, sepse ai patjetër që nuk do donte që ta kapte e dashura në flagrant me presh në dorë, po tek e fundit e kishte marrë ferra uratën kur i thon, sepse ai kishte 6 muaj që shkonte me këtë dhe kishte shumë të qartë që nëpërmjet kësaj vajze të re që do kapte, do arrinte në postin sikurse del në fund postin e ministrit, pra karrierist. Edhe besoj se mjeti e justifikon qëllimin në këtë rast. Më kujtua ai filmi Treni niset në 7:05, më duket. Pak a shumë. Është ndriçim xhepa. Në fakt, ke një nga aktorët e Brezit e viteve 80, ke një aktor të preferuar që do dëshiroje shumë të kishe sharmin e atij, po në kohë moderne që jetojmë? Më pëlqen shumë Timo Floko, në shumicën e filmave më sa kam parë. Më pëlqen që shpesh si loj ma kanë paralelizuar her pas here, ose si portret, si impakt, si imazh. Sidomos kur mbaj ato kaçurrelat që më zgjaten ndonjëherë flokët pa lidhje. Edhe Vera më ka thënë. Si djali i Timos. Po. Po, me që jemi te Vera dhe Alketa të bëm pjesë të projektit djetë të festivalit të RTS, ku prezantoje programin Aperifest edhe post festivalin. Po këtë vit do jesh pjesë e festivalit? Me sa ka mund dijeni, nuk do jetë Vera në Alketën. Do jenë se ato hoqën dorë të dyja vitin e kaluar, sa Alketa, me sa di unë, e ka deklaruar që nuk do merremi më me festivalin. Eksakt. Kështu që, po nuk e di, besoj se ata të TVSH-s do bëjnë më atë Aperifest, sepse ajo ishte një risi e gjithë projektit që Vera me Alketën organizuan vjet. Po post festivalin do e bojnë, kam përshtypjen. Post festivalin ta bëjnë si vitet e shkuara, unë nuk kam për të shkuar. Pse? Po sepse nuk e di. Nuk jam frym. Unë isha pjesë e asaj fryme, unë ishte kënaqësi ose është shumë klishe tani. Unë pranova për të bërë pjesë vetëm sepse ishin ato të dyja. Ato janë një motor energjie dhe unë kam shumë qejf të punoj krah njerëzve që e dinë se çfarë bëjnë, e dinë ku shkojnë, kanë idetë e qarta dhe nuk dështojnë asnjëherë ose nuk janë të lëkundur në punët e tyre. Tani unë nuk e di se kush do e bëj festivalin, po edhe me këta që prandaj ta bëjnë ata që e kanë bërë vitet e shkuara. Je bëre shumë bukur, ishe vërtet solle atë që the, solle një frym të re, është e vërtet, edhe unë ndje normalisht se edhe festivali bëri shumë buj. Po me teatrin, si ke punët? Në film të kemi parë, në teatr? Në teatr kam pasur vetëm një rol fatkeqësisht në jetë në 2012, po para 8 vjetësh. Nuk padyshim që më kam ftuar. Ndoshta ka pasur 2 role që i kam refuzuar, sepse nuk më janë dukur aty ku duhet. Në një rikthim teatr, ose më saktë një debutim, sa ashtu quhet tani. Mbas gjithë kësaj shkëputje duhet jetë patjetër shumë goditës. Vjet mbaj mend që bëra një audicion, po që normalisht shkëputja nga skena bën edhe ato pasigurit, nuk dash atë që duhet në audicion dhe nuk isha unë ai që të përzgjidhesha. Më erdhi shumë keq, me thënë drejtën, sepse e imagjinoja dhe doja shumë ta kisha atë rol. Çfarë roli ishte dhe kush ishte regjizori? Ishte Rovi Lule, ishte Rovi Lule, buri në skenë, tani më iku nga mendja. Jo, çfarë roli? Me Olta Dakun që ishte i dashuri i kësaj personazhit kryesor që ishte në qendër. Po jo, nuk kam më shumë detaj sepse ke parasysh kur të prishet qefi ti mundohesh t'i fshish çdo gjë që ka lidhje me atë. Është normal, jo, kjo është zgjuarsi. Në momentin që fshin gjëra që po. Është ti je smart.
të dish ta duash veten dhe të anashkaluar gjërat që s'të pëlqejnë Unë i normalisht. fshiva në momente tani që thjesht ma kujtove, normalisht nuk ja harroj Rovi Lules. Harroti. E diun. Por detaje nuk kanë që më duen, i harrova në atë kohë që ndodhi. Po për t'ja harruar nuk ja harroj. Gjoko, shumë role i dashuri, dashnori, të gjitha kështu i ke. Nuk e di, duhem ty të regjizorë. Ja, je në kulmin tënd dhe natyrisht që je imazh shumë simpatik edhe për syrin e publikut. Po si është të jesh aktor? Të influencon jetën tënde të përditshme? Si janë mendimet e një aktori? Se unë kam dëgjuar që aktorët vuajnë shumë shpejtërisht, nga një hynë në lëkurën e dikujt, dalin, pastaj prap, është një betejë shumë e vërtetë. Është e vërtetë që paktën kur kam patur projekte që kanë lidhje me aktrimin, kam pasur atë procesin tim të mbylljes në vetvete të dhënies disa përgjigjeve në lidhje me këtë rol, në lidhje me këtë personazh, që është vërtet shumë shqetësues. Dy luftimi që ka qenia jote me qenien tjetër, që duhet t'i japësh zgjidhje çdo pikpyetje, çdo për të ndërtuar një biografi për atë personazhit, kur ti ke vetëm disa, është si një matematik, si një ekuacion që duhet ta zgjidhësh. Po, patjetër që është shumë e vështirë nga ana psikologjike. Po, besoj që ja kam dalë në ato pak role, besoj që ka pasur zgjidhje që i është dashur në varësi të skenarit, në varësi të personazhit. Eni, ka ndodhur që ke rënë ndonjëherë në depresion? Për një arsye të caktuar? Fatmirësisht jo. Duket se është një smundje e brezit të ri, kur shoh kështu mental break, depresion, që sigurisht nga këta të rinj të sotshëm vjen shumë keq, po ndoshta edhe egzageruar ndonjëherë. Ose mund të kem pasur, po thjesht jam munduar ta marr veten me të mira, jam munduar mos kem ajo të mos thellohet, mos bëhet problemi im kryesor. Më kam ndihmuar të thash familja, ndoshta kjo është edhe një arsye që vazhdoj akoma jetoj me familjen, që i kam ca probleme të sfidura. Po, edhe kur shkon vonë për shembull në shtëpi, zgjon të gjithë apo për atë ka problem fare, se jam mësuar që 15 vjeç me nga 2-3 ditë kështu mungesa. Po ja, nuk i kam prindër shumë të mirë kuptueshëm te kjo pjesë. Normalisht. Çfarë ti je producent e ky emisioni i ri në? Eksakt, jam producent, jam që i ke gjetur vetë sponsorat e emisionit, si funksionon? Normalisht. Që të bësh një emision, të kesh një fash tënde në një televizion. Jo, nuk kam gjetur sponsora, pavarësisht se jam shumë i hapur për bashkëpunimin, nëse na shihni ndjekësat e mi edhe të revistës Story që janë duke na ndjekur live. Filloj këtë emisionin e ri në ABC News nga fundi muajit. Me siguri do ju interesoj të reklamoni biznesin tuaj. Më shkruani në DM nëse doni për bashkëpunim. Do të shkruajnë, sigurt do të shkruajnë. Një thirrje kështu, faleminderit për hapësirën Klotild. Jo, producent do të thotë që unë me prodhimin i rritë koka çdo segmenti, çdo pjesë, që nga momenti që kur bëhet kamera rekord deri kur futet në transmetim që jep play ai nga playboxi në ABC. Ndjek çdo proces, nuk ka asgjë që unë s'di shkurt nga ai emision. Normale. Është emisioni që thej që është emisioni që e ke dëshiruar gjithmonë ta bësh. Po. Është eksperienca ime e përmbledhur në këtë nga gjithë çka unë kam bërë që është një spektër jo i vogël i punës time, eksperiencës në media, ka ardhur ky është ajka ose ajo esenca e asaj që unë dua të sjell te publiku, i asaj që i mungon aktualisht ekranit, dhe asaj që unë kam marrë komplimenta dhe them se bëjmë më së miri. Pra janë reportazhet në natyrë, janë personazhet e veçantë që nuk i shohim askund, janë aktivitetet fizike, disiplina të ndryshme të aktivitetit fizik, mirëqenia, gjithçka që ka të bëjë me jetën e shëndetshme. Edhe shpresoj që do të ketë shikues, do të ketë interes.
Patjetër që do ketë. Je frymëzuar nga ndonjë format që ekziston në botë? Jam frymëzuar nga Eni Shehu, nga formatet e tij. Eni Shehu ke rival në televizionet shqiptare, si të shohin? Mendon se ekziston xhelozia mes djemve të rinj dhe të shkatët që janë në botën e televizionit? Se përveç vajzave që kanë shërbyer dikush si Velina, apo që tani kanë marrë edhe frenat, ka edhe djem që konkurrojnë me njëri tjetrin. Me thënë drejtë nuk e kam ndjerë dhe nuk e kam vrarë ndonjëherë mendjen për këtë pjesë. Që, domethënë për këtë mund të jap përgjigje që para vjen një shembull, domethënë që jep përgjigje gjithë kësaj pjese, që para 15 vjetësh kur në Top Channel rekrutuan Ledion Liçon, se ndjeva fare rival, për të mos thënë që unë ja hapa krahun. Vërtet? Po, domethënë për ato situatat e mia, por duke ditur shumë mirë që do vinte një moment që dikush do më më zvendësonte, do vinte dikush që me që unë s'po punoja ose s'isha në lartësinë e dur. Dhe e kuptova. Se rriti dhe thua ndonjë gjë. Po mbien bateria kufjes ndërkohë. Okej, besoj që e rezervuam çdo gjë në këtë intervistë, kemi thënë mjaftueshëm. Unë të falenderoj shumë, të uroj shumë suksese, mezi pres emisionin tënd, se ke një energji që sikur të merr para kur del në ekran. Je shumë e mirë, Klodi. Jo, vërtet, do të thënë atë që e ndjej e them, dhe uroj që të kesh vetëm sukses dhe shumë para, shumë fitime. Sepse para është e rëndësishme, apo jo? Se nuk folëm për paran, po. Po, ndoshta nga ky moment do të jetë edhe më i rëndësishëm për mua. Nga ky projekt në vazhdim. Uroj që të shtohen shifrat me shumë zero. Të falenderoj shumë e. Rofsh, bëj save live-it, të lutem. Po, direkt tani. Do shohësh tek faqja e revistës Story. Shikohet pak më vonë, ja tani direkt, sapo të shkëputem nga ty. Të përshëndes. Shumë faleminderit. Ju takofshim nga afër. Bashim.